Vetëm 12 ditë nga 17 deri më 28 dhjetor partitë politike do t'i kenë në dispozicion për fushat për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u caktua edhe periudha e certifikimeve të partive politike. Periudha aplikimit për certifikimin e subjekteve politike do t'jetë nga data 24 nëntor deri më datën 30 nëntor dhe çështja e listës së kandidatëve të subjekteve politike të certifikuara realizohet prej datës 24 nëntor deri më datën 7 dhjetor. Deklarimi mbi përgatitjet për këtë proces u bë në mënyrë të qetë, por jo e gjithë mbledhja ishte kështu. Paraprakisht, kur u kërkua të votohet për shpalljen e rezultateve përfundimtare, antarët e vetëvendosjes e morën fjalën. Të njëjtit ishin kundër certifikimit të rezultateve në komunat ku fituese doli lista serbe. Sa i përket listës serbe, këtu është e qartë, çdo gjë do të jetë e qartë, çdo gjë që derisa të ekzistojë ky subjekt të funksionojë, kështu do t'i lejohet funksionimi nga institucionet tona, nuk do të ketë demokraci në ato komuna edhe te komuniteti serb. Kjo deklaratë nxiti diskutim të ashpër mes Alban Krasniqit të vetëvendosjes dhe Gordana Laban të listës serbe. Pasoni subjekt që ka vrarë njerëz. Ne čuveno što on meni kaže. I vi čujete što on meni kaže? Kako on može meni da kaže da sam ja terorista? On, ako misli da sam kriminalac i terorista, ja sam to tebi rekla još onda na sastanku. Imam ja CD sa tobom. Jesam predstavnik organizate kriminale dhe teroriste, pikë. Ne. Megjithatë, KQZ me shumicë votash certifikoi rezultatet për Asamble Komunale të zgjedhjeve të 12 dhjetorit për të gjitha komunat, përveç rezultateve për Asamble në Istog. Në këtë komunë, Gjykata Supreme e ka prishur një vendim të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, pasi ka pranuar ankesën e kandidatit të AAK-s për Asamblesë në komunën e Istogut, Avni Gashi, dhe e ka kthyer çështjen në rivendosje.